Përshëndetje, sot kam menduar të vi me baklava dhe kadaif në një tavë të vetme. Pra 2 ëmbëlsira në një, ose të ëmbëltuar 2 fish. Siç do ta shikoni, do t'jetë një ëmbëlsirë shumë e mirë, kadaifi do t'jetë i shkrifët, pavarësisht se do t'jetë midis petëve, pashtu dhe pejtët do t'jenë të buta dhe të shërpetosura mjaft mirë, dhe shpresoj që do t'ju pëlqej. Do të fillojmë me sherbetin. Do të përgatis sherbetin të parin sepse duhet jetë i ftohtë dhe baklavaja ose e gjithë ëmbëlsira e nxehtë në momentin kur të hedhim sherbetin. Dhe siç e dim, përbërësit kryesorë të sherbetit janë sheqeri, ujë dhe gjysmë kokër limoni i shtrydhur në rastin tonë. Përbërësit e recetës do t'i gjeni edhe në përshkrim ose description. Pra, në qoftë se unë kam harruar ndonjë, mund ta kërkoni dhe atje. Do ta përzim mirë sheqerin në mënyrë të tillë që të mos na mbetet në fund dhe kur të na vi nxehtësia në tenxhere, pra ajo të zhizhitet ose të ngjitet, siç themi neve. Kur të ketë arritur vlimin, atëherë do të fillojmë të numërojmë minuta. Atëherë 10 minuta zjerje ose vlim, heqim mënjan, është bërë sherbeti. Marrim petët. Gjysmë kilogram petë për baklava. Gjysmë kilogram kadaif i freskët, jo i ngrirë. 300 gram arra të qëruara dhe 300 gram gjalp i shkrirë. Në fillim do të hapim kadaifin. Siç thash, kadaifi ka qenë i freskët. Unë kam filluar të hap fijet e kadaifit që ato të mos jenë të ngjitura. Por edhe nëse nuk do t'ishte i freskët, por do t'ishte i ngrirjes, atëherë do të veprojmë në këtë mënyrë. Nga pjesa e ngrirjes së frigoriferit e kalojmë te pjesa e ftojes një natë, të nesërmen 2 orë, 3 orë para përgatitjes e nxjerrim jashtë që të marrë temperaturën ambientit dhe pastaj është gati për të përdorur. Në të njëjtën mënyrë mund veprojmë edhe me petët e ngrira. Unë në rastin konkret i kisha petë freskëta ose të mbajtura te pjesa e ftojes së frigoriferit. Edhe petët do t'i ndaj në 2 gjysma, ashtu siç veprova me kadaifin. Jo se i kam numëruar petët, por me sy kam dar gjysmat i kam lënë të mbuluar me qese që të mos më thahen. Me gjysmat e petëve që ndava, me atë pjesën që e pa që nuk e ndava dhe mbulova, por është e zbuluar sepse ta përdor, do të filloj shtrimin e baklavas. Tani edhe kur bëjmë shtrimin, nuk është të thënë që t'i marrim petët një më një. Diku mund të qelloj që dorat na marrë edhe 2 petë, por jo më shumë se 2 petë, dhe edhe kështu mund të vazhdohet, nuk është të thënë që t'i hapim një nga një si shtash, mjafton të spërkaten me gjalp mirë, në mënyrë të tillë që të mos ngjiten, sepse në fundit ky gjalpi që ne hedhim me shtresa, kur të bëjmë prerjen e ëmbëlsirës në fund dhe të vazhdoj me pjekjen, normal që gjalpi do të kaloj gjatë ngrohjes në përgjithë ato petë. Edhe në qoftë se ndonjë petë do të na ndahet, mund ta vendosim prap. Unë jam munduar që të mos marr shumë kohë, edhe sepse edhe kohë shumë nuk është se duhet aty, por nëse lihen për një kohë të gjatë ose jemi më të ngadaltë në temperaturën e ambientit dhe do fillojnë të thajnë, aty që do të fillojnë të ndahen. Por megjithatë, përsëri mund t'i vendosen sepse siç thash, në fund të ditës këto do ndahen. Do t'i presim në copa dhe do t'i ndajmë në racione që edhe të shërpetosen. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë shtrimin, edhe diçka tjetër, jo vetëm që do të spërkaten, por si shikoni, unë kur kam shtruar petët, nuk i kam vendosur një me tavën, me masën e tavës, por i kam nxjerr pak anëve, pra sipër anëve të tavës. Dhe këtë e kam bërë jo pa qëllim, sepse siç e shikoni, kjo është shumë e nevojshme për ta mbajtur kadaifin brenda. Kur unë filloj t'i mbledh anët dhe
të krijoj anët e ëmbëlsirës sonë, do të shikoni që unë do të përpiqem të fus brenda kadaifin dhe ai të mos na dalë, mos na shpërndahet nëpër tavë. Pra është e rëndësishme edhe kjo pjesë. Deri tani shumë e thjesht, kemi shtruar pejtët, i kemi spërkatur me gjalpin e shkrirë, vazhdojmë me vendosjen e gjysmës së pjesës së kadaifit. Edhe gjatë vendosjes ose shpërndarjes së kadaifit, mundohemi të hapim diku ndonjë fije që është e bashkuar, zakonisht ato bëhen si tufa fijesh të vogla të bashkuara, këto tufat mundohemi t'i ndajmë. Edhe kadaifin e spërkasim me gjalpin e shkrirë. Madje unë do thoja që për mendimin tim është më mirë të idhe të teprohet pak tek gjalpi i kadaifit dhe më pak te pejtët, sepse kadaifi ka pak sa më tepër volum, them unë. Shtojmë arrat. Dhe diçka, arrave i kam shtuar edhe një lugë kanell të bluar, si me thënë, për t'i dhënë aromë. Prandaj nuk jodha shërbetit kanell. Vendosim dhe arrat, gjysmat e tyre. Gjysmat e tjera i kam vendosur pasi kam shtruar dhe gjysmën tjetër të kadaifit. Dhe si shikoni tani po i mbledh anët në mënyrë tillë që ta mbaj kadaifin brenda petëve. Spërkasim anët e këtyre petëve që i mblodhëm, që të mos na gjiten ose të mos rinë si pashije aty të grumbulluara. Dhe tani vendosim petët e sipërme. Përsëri, petët i spërkasim me gjalp. Vendosim dhe petën tjetër. Dhe siç do ta shikoni tani unë do ta vendos dhe përpiqem që anët e kësaj petës së sipërme t'i fus brenda. Dikush mund përdori edhe thikën, jo vetëm duart, por edhe me anën e jo të tehut të thikës, jo të pjesës së mprehtë, po të pjesës tjetër, mund të na ndihmoj për t'i futur anët më kollaj. Pra në këtë mënyrë nuk është e thënë të jetë perfekte, është diçka që është bërë, është homemade, është e bërë në shtëpi, dhe natyrisht që nuk është kaq perfekte, por gjithsesi ne përpiqemi ta përgatisim që të ketë edhe funksionin e vet. Në rastin ton, mbyllja anëve nga brenda bëhet në mënyrë tillë që të krijohet ky kafazi, si më thoni, mbajtjes brenda dhe të kadaifit, që kur të piqet jetë brenda, kur të hedhim sherbetin po ashtu të mos jetë i shpërndar ose të dalë jashtë ëmbëlsirës tonë. Pra në këtë mënyrë shtrojmë petë, spërkasim shumë e thjeshtë. Vazhdojmë me spërkatjen, shtrimin e petëve, dhe natyrisht edhe vendosjen brenda, që siç e shikojmë, unë jam munduar t'i vendos brenda në mënyrë që tillë që të kishte edhe pak sy ose estetik. Dhe kjo do t'jetë domethënë përfundimi i asaj që ne përgatitëm ose shtrimi. Pasi i hedhim edhe gjalpin e fundit në sipërfaqe, duke filluar nga anët, sepse e dim që anët janë ato pjesët ku duhet përqendrohet pak gjalpi më tepër. Janë dhe më të trasha, ju e pa që grumbulluan edhe petë aty. Por që si e shikojmë, ato do të zbuten njëkohësisht, do të kenë një shije shumë të mirë, qoftë aromën e gjalpit, po edhe ashtu dhe të sherbetit, që do të jetë, nuk do të ketë asnjë problem. Përkundrazi, do të jetë shumë e shijshme, shumë e kënaqshme për të gjithë, për gjithë familjen. Ata që pëlqejnë kadaifin, po ashtu dhe ata që pëlqejnë baklavan më shumë. Dhe fillojmë prerjen. Unë kam bërë pak shenja të vogla për që të barabarta, po jo se është e thënë të jetë perfekte. Ndarja, ose të marrim vizoren tani dhe ta presim. Dhe pasi e kam prerë në 12 copë, tani e kam darë në këto 3 këndçat e vegjël, që në fakt, në fund fare, janë bërë
24 copë. Jep edhe gjalpin e fundit, nuk e hodha të gjithë gjalpin, sepse pak gjalp më duhej që të pritej pak më kollaj, por nëse ta kisha hedhur gjithë gjalpin, do të krijoj një lloj rrëmuje mesi, aty një lloj do më pengonte në prerje. Dhe tani e kam pjekur. Pas pjekjes bëjmë shërbetosjen. E kam pjekur në 180 gradë, më ka marrë vetëm 1 orë kohë. Tani unë nuk e di se funksionon me furrat ndryshme, por në qoftë se shikoni që ka marrë atë ngjyrën e artë dhe në rastin tim unë e kisha qelq tavën, mund ta shikoja edhe nga pjesët e poshtme, është bërë. Siç thash, baklavaja është e saponxuar nga furra, ndërsa sherbeti është i ftohur. Dhe pikërisht në momentin që nxjerrim, ja shikojmë bën ca bulza ajo, duket që sikur vlon sherbeti kur hidhet, sepse është e nxehtë baklavaja. Në këtë kohë e spërkasim, hedhim të gjithë sherbetin dhe unë e kam mbuluar, por vetëm 15 minutat e para. Pas 15 minutash e kam lënë rreth 2 orë të ftohet, duhen minimalisht 2 orë që të ftohet dhe pastaj është e gatshme për konsumim. Ky është rezultati final. Unë jam shumë e kënaqur, ka dalë një ëmbëlsirë, siç thash, 2-1, baklava dhe kadaif në të njëjtën kohë, mjaft e shijshme, edhe kadaifi është shërbetosur dhe shkrifur pothuajse në çdo fije të tij, ëmbëlsira është e butë. Jam e sigurt që po ta provoni do t'ju pëlqej. Nëse e provoni recetën time, ju lutem më shkruani si ju ka dalë. Ju falemnderit që më ndoqët edhe këtë herë, mirupafshim.